Horoskopi ditor e Mërkur, 1 prill 2026. Dashi. Hëna e plotë sonte ndodh në shenjën përballë me tuajën, dashi dashur, duke ju kujtuar nevojat dhe qëllimet tuaja në marrëdhënie. Çështjet e marrëdhënies, një çështje personale, ndjenjat tuaja të vërteta për dikë ose nevojat e një partneri mund të dalin në dritë tani. Mund ta njihni nevojën tuaj për dikë ose për ndonjë reagim cilësor. Nëpërmjet epifanive që ndodhin tani, po zgjoheni për qëllimet tuaja në marrëdhënie ose ndjenjat tuaja të vërteta për një çështje, dhe të dyja mund t'ju ndihmojnë të bëni ndryshime. Zbulesat që ndodhin tani janë të rëndësishme, por ndërmarrja e veprimeve mbi to duhet të presë derisa emocionet të jenë qetësuar pak. Demi. Një hënë e plotë ndodh sot në sektorin tuaj të punës dhe mirëqenies, i dashur Dem, dhe mund të arrini një pikë kthese me një projekt pune ose situatë, ose me një çështje shëndetësore. Në ditët në vijim, nevoja për të bërë ndryshime në rutinat ose punën tuaj bëhet e dukshme. Frustrimet me kushtet e punës mund t'ju shtyjnë të kërkoni ndryshim. Një projekt pune mund të fillojë ose të mbarojë. Mbani mend se ndjenjat tuaja mund të jenë të forta tani, por do të zbuten në ditët në vijim, prandaj dëgjoni atë që ju thot intuita juaj, por qëndroni larg lëvizjeve të mëdha. Bllokimet që dalin në dritë mund të jenë zbuluese. Energjia e mirë është me ju për një konkurrencë miqësore që ju stimulon të bëni më të mirën tuaj ose të arrini më lart. Mos kini frikë të jeni krijues. Mund të shihni një tëmet në një plan që ju vendos në rrugën e përmirësimit, ose ngjarjet tani ju kujtojnë të menaxhoni mirë kohën tuaj. Binjakët. Hëna e plotë sonte nxjerr në pa nevojën tuaj për të lidhur dhe për të ndarë, të dashur binjak. Ajo ju hap zemrën ndaj ndjenjave të varrosura dhe sytë tuaj ndaj situatave që kanë nevojë për vëmendjen tuaj. Një çështje ose projekt shoqëror mund të arrijë një pikë kthese tani, ose një epifani ose përparim mund t'ju motivojë të bëni ndryshime. Një marrëdhënie dashurie ose një projekt afër zemrës suaj mund të jetë në fokus më të fortë. Kjo hënë sjell dashurinë, kreativitetin, argëtimin dhe vetëshprehjen në qendër të vëmendjes, dhe nevoja juaj për këto gjëra bëhet e pamohueshme tani. Mund të keni një epifani që ju çon në përfundimin se duhet të shijoni dhe të shpreheni më plotësisht. Emocionet e varrosura ose të papranuara ngrihen në sipërfaqe dhe ndihet mirë t'i lëshoni ato. Informacioni i ri ose një shpërthim emocionesh mund të shkaktojë një pikë kthese. Gaforja. Hëna e plotë sonte zhvillohet në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes, i dashur gafore, duke nxitur nevojën për të trajtuar një çështje familjare ose personale. Nëse jeni investuar shumë në punën ose përgjegjësitë tuaja ndaj botës së jashtme, çekuilibri tani bie në sy. Është koha për të njohur nevojën për menaxhim më të mirë të kohës dhe energjisë dhe një ekuilibër më të mirë midis punës dhe jetës. Mund të jetë një thirrje për të marrë me çështjet shtëpiake ndërsa lidheni dhe pranoni nevojat tuaja për kujdes, siguri dhe rehati. Jeni veçanërisht të ndjeshëm tani dhe mund të ketë një tendencë për të dramatizuar gjërat, por kjo mund të jetë e nevojshme për t'ju nxitur të bëni ndryshimet e nevojshme. Gjërat që i keni shmangur ose anashkaluar mund të zbulohen. Luani. Hëna e plotë sonte mund të sjellë në vëmendjen tuaj afate, punë dhe dokumente, i dashur Luan. Nëse keni lënë pak më njëm punët tuaja të përditshme, sinjalet tani janë përreth jush për të rivendosur një ekuilibri në jetën tuaj. Komunikimet, lidhjet dhe transporti janë në qendër të vëmendjes dhe ndryshimet janë në proces. Është një kohë e vetdijes së shtuar për nevojën tuaj për një rrjedhë të qetë në punët tuaja të përditshme, kështu që mund të ndiheni më të lirë për të përfituar nga mundësitë për të mësuar më shumë, për të rritur, për të zgjeruar audiencën tuaj dhe për të zgjeruar përvojat tuaja. Ndershmëria ndaj vetes mund të ketë një efekt të këndshëm, pastrues dhe dëlirës tek ju. Një zbulim rreth ndjenjave tuaja për një çështje mund t'ju nxjisë. Një projekt shkrimi ose mësimi mund të përfundojë, ose publiciteti ose promovimi mund të jenë në fokus. Tensioni mbi nevojat e paplotësuara ose të pashprehura me siguri mund të dalë në sipërfaqe, dhe është koha t'u kushtoni vëmendja atyre. Ju gjithashtu mund të ndjeni një dëshirë të fortë për t'u kuptuar. Virgjëresha. Hëna e plotë sonte sjell në fokus të mprejtë çështjet financiare, talentet dhe vlerat për ju, virgjëresh e dashur. Kjo hënë mund të shkaktojë një zbulesë ose të shënojë një pikë kthese në çështjet e parave, pronësisë, sendeve me vlerë, ndarjes së përgjegjësive dhe dinamikës së pushtetit. Ju e shihni një çështje më qartë dhe jeni të ndershëm me veten, gjë që mund të jetë pastruese.
po shkoni drejt ndjenjave më të mëdha të vetë vlerësimit, vlerës, sigurisë dhe rehatisë, dhe epifanit tani mund t'ju afrojnë më shumë me qëllimet tuaja. Bëni çmos për të menaxhuar financat tuaja dhe synoni të tregoni aftësitë tuaja sa më mirë të jetë e mundur. Emocionet janë të larta rreth çdo hëne të plot, prandaj merrni kohën tuaj para se të merrni ndonjë vendim të rëndësishëm, por kushtojini vëmendje asaj që del në dritë. Mund të ketë një zgjidhje për parat ose vëmendje për diçka që ju detyroheni. Jini të moderuar në pritjet tuaja dhe atë që merrni përsipër, pasi nuk keni nevojë të angazhoheni për më shumë se sa mund të përballoni. Peshorja. Hëna është në shenjën tuaj gjatë gjithë ditës dhe arrin kulmin më vonë sot, peshorja e dashur, duke rritur emocionet. Kjo mund të jetë një kohë epifanish personale. Nëse kohët e fundit i keni kushtuar shumë vëmendje nevojave të tjerëve, siç ka të ngjarë të jetë duke pasur parasysh sektorin tuaj të theksuar të partneritetit, atëherë kjo është një kohë për t'i vënë nevojat tuaja në plan të parë. Gjetja e një ekuilibri më të mirë në marrëdhëniet tuaja mund të jetë një fokus. Diçka mund t'ju vijë krejt papritur, një epifani ose zbulesë që madje mund t'ju habisë. Marrëdhëniet e ngushta personale ka të ngjarë të luajnë një rol të rëndësishëm në zbulimet tuaja tani dhe në javën e ardhshme. Shmangni sforcimin shumë të madh dhe mos nxirrni përfundime përfundimtare derisa të keni arritur një gjendje sigurie të brendshme, pasi ekziston një tendencë e vërtetë që çështjet të zmadhohen në mënyrë dramatike përpara se të qetësohen. Akrepi. Një hënë e plot ndodh sonte dhe ndriçon një çështje pune, shëndetësore ose personale për ju, i dashur akrep. Ajo që del në dritë tani ju ndihmon të shihni se ku të shkoni më tej. Megjithatë, përkohësisht, mund të ndiheni pak të humbur pasi kufit midis ndjenjave tuaja dhe botës së jashtme janë të turbullta dhe mund të mbingarkoheni nga emocionet e të tjerëve ose elementë të së kaluarës që nuk janë lënë pas dore. Megjithatë, nga këto përvoja, del një njohuri e re. Kjo hënë e plot mund të shkaktojë një zbulim të papritur të nevojës për kohë shtesë vetëm ose pushim, shërim dhe rigjenerim, veçanërisht nëse e keni shtyrë veten shumë kohët e fundit. Kjo nevojë për pushim bëhet parsore, edhe pse ndihet në kundërshtim me prirjen tuaj drejt punës ose çështjeve shëndetësore. Rrethanat detyrojnë nevojën për të arritur një ekuilibër të shëndetshëm midis kohës për veten tuaj dhe kohës për punët tuaja të shtëpisë. Shigjetari. Hëna e plotë e sonte mund t'ju sjellë njerëz tek ju, i dashur shigjetar, ose mund të nxisë shumë aktivitet në jetën tuaj shoqërore. Mund të ndriçojë një miqësi ose një çështje romantike, ose ndjenjat tuaja mund të bëhen të vështira për t'u injoruar tani. Mund të jetë një kohë ftesësh ose një kërkesë e papritur për ndihmën, mbështetjen ose shoqërinë tuaj. Tema është njohja e nevojës suaj për të tjerët. Kjo hënë e plot gjithashtu nxjerr në dritë ndjenja ose burime të fshehura, dhe ju mund të ndiheni të pastruar dhe të fuqizuar si rezultat. Njerëzit kanë tendencë të egzagjerojnë ose të krijojnë dram tani, prandaj merrni kohën tuaj dhe vëzhgoni para se të veproni. Ekziston një element më i madh se jeta në ndjenjat dhe dëshirat tuaja. Talentet e fjetura ose të pazbuluara mund të zgjohen. Ndjenjat për dikë ose një projekt mund të lulëzojnë. Bricjapi. Hëna e plotë e sotme ndodh në krye të tabelës suaj diellore, i dashur bricjap, duke ju kujtuar t'i kushtoni vëmendje të veçantë punës ose reputacionit tuaj. Një përgjegjësi ose një thirrje për veprim është e mundur tani. Mund ta njihni nevojën për të performuar ose për të marrë drejtimin. Një shpërblim, një çmim ose kulminacioni i një projekti mund t'ju nxjerrë nga guaska juaj. Kjo hënë e plot mund ta sfidojë shumë mirë dëshirën tuaj për të qëndruar larg vëmendjes ose për të shmangur përgjegjësitë specifike. Ka pasur një fokus të dobishëm në jetën tuaj në shtëpi dhe familjare këto ditë, por të shkosh shumë larg me të do të thotë që përfitimet fillojnë të bien. Jeni në një pozicion të ekspozuar sot, prandaj përpiquni të luani me qetësi. Po zbuloni ndjenjat tuaja të vërteta në lidhje me drejtimin që po merr jeta juaj. Lërini zbulimet tuaja sot t'ju motivojnë të arrini një ekuilibër më të mirë punë shtëpi. Ujori. Hëna e plotë e sonte ju inkurajon t'i kushtoni vëmendje nevojës suaj për një lidhje më të fortë me botën e jashtme, të dashur ujor. Mund të nxisë një realizim të rëndësishëm se si qëndrimet që i sjellni botës ndikojnë në rrugën tuaj të jetës. Mund të ketë një dëshirë ose nevojë të papritur për t'u larguar nga rutina juaj e zakonshme ose për të bërë diçka më freskuese, kuptim plotë dhe që afirmon jetën. Kjo hënë e plot gjithashtu mund të sjellë një ide ose projekt në lulëzim të plot.
Synoni për moderim duke vendosur kufi dhe prioritete, pasi armiku juaj më i keq tani mund të jetë një tendencë drejt teprimin. Nevoja juaj për aktivitete dhe interesa më të gjalla është në qendër të vëmendjes. Peshqit. Hëna e plotë sonte ju kthen nga brenda, të dashur peshq. Mund të nxjerrë ndjenja të forta dhe të çojë në një zbulesë ose epifani në lidhje me nevojën për dikë ose mbështetje, qoftë kjo emocionale, morale apo financiare. Bilanci i fuqisë në një marrëdhënie, borxhet, të ardhurat e një partneri ose burimet të tjera të përbashkëta mund të jenë në fokus të mprejtë dhe të nxisin ndjenja të forta. Çlirimi nga një barë mund të jetë një temë. Me këtë hënë të plot, zhurmat emocionale janë të forta. Mund të hapni syt ndaj një çështjeje financiare që e keni anashkaluar, ose mund të ketë ndjenja që lulëzojnë në jetën tuaj dashurore. Zbulesat në këtë kohë janë katalizator për të bërë ndryshime që lidhen me varësitë dhe sistemet mbështetëse. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.